Alo, kush I ka faj për blokadën në kuvend? Shëndetje, unë marrë nga Tirana. Po, nga Tirana? Nga Tirana. Dhe jam shumë I shqetësuar, ndjek me vëmendje politikën e Kosovës dhe jam shumë I shqetësuar sinqerisht për të blokadë. Po? Dhe mendoj që fajt ka LDK-ja dhe PDK-ja. LDK, PDK, opozita. Po, opozita, sepse Albin Kurti në që po shohim po bën një progres të madh në politikën e Kosovës, në marrëdhënien me Serbinë edhe me Shqipërinë, do ta kishim shumë dëshirë të kishim një Albin Kurti në Shqipëri. Dhe cila duhet jetë zgjedhja, tregon. Më hap një mendim. Zgjedhja duhet të ketë një koalicion, të paktën që mos të bëhen me pakisat serbe. Po. Dhe të paktën LDK-ja të bëjë një koalicion me Albin Kurti. LDK-ja të bëjë koalicion me vetëvendosjen kërkon. Me vetëvendosjen, patjetër, me vetëvendosjen që të krijohet një mazhorancë solide në parlament, e cila që mund të vazhdojë edhe në bisedimet me Serbinë edhe në marrëdhënie ndërkombëtare që të jetë më solide si politikë. Çfarë mendon për raportet e Tiranës me Albin Kurti, me qenë se nga Tirana, po ta bëj këtë pyetje? Po, mendoj se ka qenë paksa tensionuara, por mendoj që me kalimin e kohës Edi Rama ka kuptuar që Albin Kurti është një kockë fort në politikë, nuk mund të pretendojë Edi Rama të jetë gjithmonë personi që përfaqëson gjithë shqiptarët. Dhe besoj Albin Kurti për mendimin tim ka më tepër vlera si njerëzore, si edhe si personalitet, edhe si njeri që nuk mund ta korruptosh, I pa korruptueshëm. Dhe kjo gjë, për shembull, ne shikojmë ndryshe në politikën tonë, domethënë një Albin Kurti do ishte sinqerisht do përfaqësonte gjithë shqiptarët që janë në gjithë botën. Mirë, zotëri, faleminderit shumë për telefonatën.